Miti Chanel, një prej personaliteteve më gjepse të skenës së modës, fustani i shkurtër i zi, Chanel numër 5, çanta e dorës me tegela apo kostumi Chanel. Këto veshje klasike i ka realizuar Coco Chanel. Inicialet e saj janë emblemat njërës prej markave më të njohura në botë. Muzeu i Artit dhe Tregtisë në Hamburg i ka kushtuar mitit Chanel një ekspozitë të posaçme. Kuratoria e kësaj ekspozite, Angelica Riley, mendon se ky mit ka 3 burime: vetë Coco Chanel, punën e saj dhe Karl Lagerfeldin, i cili drejton shtëpinë Chanel prej 30 vitesh. Dhe këtë, Karl Lagerfeld e bën me sukses të madh. Dora e Coco Chanel është rishedukshme në të gjitha koleksionet e tij. Karl Lagerfeld sigurisht ka krijuar edhe mitin e tij, por ai drejton shtëpinë e modës në mënyrë që Chanel të mbetet e dallueshme, por duke mbajtur njëkohësisht edhe firmën e tij dhe duke u modernizuar, thot Angelica Riley. Coco Chanel në të vërtetë quhej Gabrielle Chanel. Në moshën 12 vjeçare ajo përfundon në një jetimore dhe parati fitonte fillimisht si robaqepse dhe këngëtare. Nga ky pozicion ajo luftoi për të shkuar më lart, një përradhë moderne që u kthye edhe në një film hollywoodi me Audrey Tautou në rolin e Coco Chanel. Kudo ku shkonte, Coco Chanel shfaqte mospëlqimin e saj për diktatin e modës të fillim shekullit të 20. Ajo i urrente palat dhe korset dhe krijoi një modë thjeshtë dhe androgjene. Ajo u orientua nga moda dhe veshjet e meshkujve, çka atëherë ishte diçka revolucionare dhe krijoi stilin e saj krejt të veçantë. Ajo përdorte copa të trasha dhe doli kundër të gjithë rregullave të jetës së atëhershme. Coco Chanel nuk donte korse as në trup as në kokë. Ajo ishte me të vërtet një grua e fortë e guximshme për kohën e saj. Donte të ishte e lirë dhe këtë gjë duhet ta pranonin të gjithë. Ajo që atëherë ishte revolucion. Gratë si atëherë dhe sot janë të lumtura që mund të veshin rroba të rehatshme dhe janë për këtë mirënjohëse edhe Coco Chanel. Moda e Coco Chanel nuk ka limite kohore dhe është elegante edhe sot. Me Chanel vishej si ikona e modës Jack Kennedy, edhe të famshmet Rihanna, Victoria Beckham apo aktoria Keira Knightley. Pothuajse legjendare është xhaketa e shkurtër e zezë që ka krijuar Chanel.